5 gabime në shtëpi që po të vjedhin pasurinë. Mirë se vini në këtë video të veçantë, të dashur miq. Sot do të flasim për një temë që ndikon drejt për drejt në jetën tuaj të përditshme, si shtëpia juaj, vendi ku kaloni shumicën e kohës, ndikon në financat, shëndetin dhe marrëdhëniet tuaja. Mesazhi kryesor është i thjeshtë por transformues. Ju nuk keni nevojë të rindërtoni shtëpinë nga e para. Me ndryshime të vogla, të qëllimshme dhe të mençura, mund ta ktheni energjinë nga negative në pozitive, duke hapur dyert për mundësi të reja, shëndet më të mirë dhe marrëdhënie më të forta. Mos harroni të përqeni videon, të abonoheni në kanalin ton dhe të aktivizoni njoftimet për më shumë përmbajtje të tillë. Le të fillojmë. Pjesa 1. 5 shenjat negative që largojnë pasurinë dhe lumturinë. Le të hyjmë drejt për drejt në thelb. Këtu janë 5 shenja negative që, sipas Master Lim, po i drenojnë energjinë pozitive nga shtëpia juaj. Çdo shenjë ka një shpjegim të thellë, arsyet pse ndodh kjo, ndikimin në jetën tuaj dhe zgjidhjet praktike. 1. Dera kryesore përballë shkallëve ose derës së pasme. Imagjinoni këtë skenar. Ju hapni derën kryesore të shtëpisë dhe menjëherë përballë jush shihni shkallët që ngjiten lart ose derën e pasme që çon jashtë. Çfarë ndodh me energjinë? Sipas parimeve të Feng Shuit, energjia pozitive ose qi-ja e mirë hyn nga dera kryesore si një lum i freskët. Por nëse përballë është shkallët ose dera e pasme, kjo energji nuk ka kohë të përhapet nëpër shtëpi. Ajo ngjitet shpejt lart ose del menjëherë jashtë, duke lënë pjesën tjetër të shtëpisë pa fuqi jetësore. Rezultati? Financat rrjedhin si uji, hyjnë pak dhe dalin shpejt. Shëndeti dobësohet sepse energjia nuk qarkullon mirë. Marrëdhëniet familjare mund të kenë tension sepse nuk ka stabilitet në bazën e shtëpisë. Zgjidhjet praktike, vendosni perde të holla, të lehta dhe transparente në derën e pasme ose në fund të shkallëve për të ngadalësuar rrjedhën e energjisë pa e bllokuar plotësisht. Një zgjidhje tjetër e fuqishme është të vendosni një tapet rrethor ose tetkëndor pikërisht të hyrja kryesore. Forma rrethore simbolizon unitetin dhe ndihmon që energjia të rrotullohet butësisht. Mund të varni edhe një top kristali në mes të derës dhe shkallëve. Ky top shpërndan energjinë dhe e bën atë të përhapet në të gjithë shtëpinë. Provoni këto ndryshime për 21 ditë dhe vëzhgoni si ndryshon rrjedha e jetës suaj. 2. Qendra e shtëpisë e paplot ose e çekuilibruar. Qendra e shtëpisë është si shtylla kurrizore e trupit tuaj, është zemra e energjisë së të gjithë hapësirës. Në hartën bagua të Feng Shuit, qendra quhet Tai Chi dhe përfaqëson shëndetin e përgjithshëm, stabilitetin dhe ekuilibrin. Nëse qendra është e rrëmujshme, e zbrazët, e errët ose plot me gjëra të panevojshme, kjo krijon një boshllëk energjetik. Rezultati është paqëndrueshmëri mendore, luhatje financiare, ndjenjë lodhjeje kronike dhe vendime të gabuara në biznes ose në jetë. Zgjidhjet praktike, filloni duke pastruar plotësisht qendrën nga çdo rrëmuj. Pastaj vendosni një tapet të rumbullakët me ngjyra të ngrohta në mes. Shtoni një dritë të ngrohtë, të butë që ndriçon butësisht këtë zonë. Një sferë kristali ose një objekt i rumbullakët prej qelçi ose guri natyral do të forcojë energjinë e tokës në këtë pikë. Mbajeni këtë zonë të pastër dhe të ekuilibruar, do të ndjeni menjëherë një ndjenjë qetësie dhe forcë të brendshme që përhapet në të gjithë jetën tuaj. 3. Mungesa e dritës natyrale. Drita është jetë. Në Feng Shui, drita natyrale përfaqëson energjinë yang pozitive që sjell vitalitet, qartësi mendore dhe mundësi të reja. Kur shtëpia është e errët, mbledh energjinë të rëndë, negative, që shkakton lodhje, depresion, vendime të gabuara financiare dhe probleme shëndetësore. Zgjidhjet praktike, hapni dritaret sa më shumë që të jetë e mundur çdo ditë për të lejuar dritën dhe ajrin e freskët. Përdorni pasqyra strategjikisht të vendosura për të reflektuar dritën natyrale në cepat e errët. Lyeni muret me ngjyra të hapura si kremi, e verdha e zbet ose nuanca të buta bejsh. Këto ngjyra reflektojnë dritën dhe krijojnë ndjenjë hapësire dhe optimizmi. Shtoni edhe llamba me dritë të ngrohtë në zonat që nuk marrin diell të mjaftueshëm. 4. Rruga ose hyrja që drejtohet direkt te dera kryesore, Shachi.
Shachi është energji negative e helmuar që vjen si një shigjet e drejt për drejt. Kur rruga, shtegu ose një linje e drejt drejtohet drejt derës kryesore, krijon presion në ndërgjegjës, ankth, konflikte familjare dhe pengesa në rrjedhën e pasurisë. Zgjidhjet praktike: vendosni bim me gjethe rrethore ose ovale përpara hyrjes. Ato zbutin energjinë e mprehtë. Këmbanat e erës prej metali prodhojnë tinguj harmonik që shpërndajnë shachin. Një pasqyrë bagua konvekse e lakuar e vendosur jashtë derës mund të reflektojë energjinë negative mbrapsht. Këto zgjidhje veprojnë si një mburojë e padukshme që mbron paqen dhe prosperitetin e shtëpisë tuaj. 5. Uji në drejtimin perëndim. Perëndimi në Feng Shui përfaqëson thesarin ose zonën e grumbullimit të pasurisë. Uji simbolizon rrjedhën e parave, por nëse ka ujë të tepërt, pishin, pusë, fontan në zonën perëndimore, ai mund të shkrijë pasurinë e mbledhur si sheqeri në ujë. Kjo krijon paqëndrueshmëri financiare, parat hyjnë por nuk qëndrojnë. Zgjidhjet praktike: përforconi elementin e metalit në këtë zonë me ngjyra si e bardha, argjendi ose ari. Vendosni objekte metalike si statuja ose enë dekorative. Nëse ka ujë, ngadalsoni rrjedhën e tij duke shtuar elemente që e balancojnë, si gur të mëdhenj ose bim. Pjesa 2. 4 veçoritë që tërheqin prosperitetin. Tani që i kemi identifikuar problemet, le të shohim anën pozitive, 4 veçori që tërheqin bollëkun si një magnet i fuqishëm. 1. Shtëpi e pastër dhe e organizuar. Rregulli i jashtëm pasqyron qartësinë e brendshme. Kur shtëpia është e pastër, energjia që lëviz lirisht pa bllokime. Kjo sjell qartësi mendore, vendime të mençura financiare dhe harmoni në marrëdhënie. Mbajeni çdo ditë të pastër, do të ndjeni menjëherë një ndryshim në energji. 2. Tavane të larta dhe hapësirë e hapur. Tavanet të larta simbolizojnë mendimin e gjerë, ambicien dhe rritjen pa kufi. Hapësira e hapur lejon që energjia të qarkullojë lirshëm, duke inkurajuar ide të reja biznesi, kreativitet dhe prosperitet. Kjo krijon ndjenjë lirie dhe mundësish të pafundme. 3. Dera e parë e gjerë dhe pa pengesa. Një hyrje e hapur, e pastër dhe pa pengesa mirëpret mundësitë me gëzim. Kur hyni në shtëpi, disponimi juaj përmirësohet menjëherë sepse energjia pozitive hyn pa rezistencë. Mbajeni hyrjen të pastër, të ndriçuar dhe të zbukuruar me bim të gjelbra. 4. Ngjyra harmonike dhe dizajn i ekuilibruar. Ngjyrat e buta si bejge, krem, gri e zbeth krijojnë paqe të brendshme, stabilitet emocional dhe një bazë të fortë për vendime të mençura. Dizajni i ekuilibruar balancon të 5 elementet e Feng Shui. Këto ngjyra veprojnë si një fond i qetë që lejon prosperitetin të lulëzojë. Mbyllje. Të dashur miq, ju nuk keni nevojë të rindërtoni shtëpinë. Me ndryshime të vogla dhe të qëllimshme, një tapet, një pasqyrë, pak dritë, një pastrim i thellë, mund ta transformoni energjinë e shtëpisë suaj nga negative në pozitive. Jeta juaj do të fillojë të rrjedhë me bollëk dhe harmoni. Faleminderit që e shikuat këtë video deri në fund. Nëse ju pëlqeu, lini një koment me cilën pikë do ta zbatoni së pari. Pëlqejeni, ndajeni me miq dhe abonohuni për më shumë sekrete të Feng Shuit. Takohemi në videon tjetër. Qofshi të bekuar me energji pozitive, pasuri dhe lumturi. Mirupafshim.